Pas mbrojtjes nga prokurorët e SPAK-ut, Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve nuk arriti të dalë me një vendim unanim për kërkesën e heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut. 5 anëtarët e opozitës e rekomanduan në mënyrë unanime që imuniteti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë të hiqet. Ndërkaq, përfaqësuesit e mazhorancës sinjalizuan se mund të kërkojnë një seancë plenare që Balluku të ruajë imunitetin, duke argumentuar se masat aktuale janë mjaftueshme dhe se ajo nuk përbën rrezik për të prishur provat. Unë kam informuar Këshillin e Mandateve se sa i përket propozimit të grupit parlamentar Partisë Demokratike për dhënien më njëhershëm të autorizimit, ne nuk ishim dakord me atë mënyrë se si ka ardhur, si është propozuar. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe anëtarëve të tjerë të Këshillit Mandati në një nga mbledhjet më të para të grupit parlamentar, ndoshta e para e mbledhjet e grupit parlamentar. Nëse provohen të gjitha akuzat e ngritura nga prokuria, zonja Balluku rrezikon në maksimum një dënim prej 35 vitesh. Kjo tregon se jemi në një situatë teje të rënduar sa i takon krimeve të kryera prej saj. Prokurorët konfirmuar që hetimet ndaj zonjës Balluku kanë hyrë në një fazë intensive, ku pritet të ketë sekuestrime të tjera të dokumentave dhe provave që vërtetojnë akuzat e prokurisë. Pra jo çdo provë, dhe këtu po themi kundërshtuan edhe atë që tha kryeministri në konferencën me ju në fund vit, që prokurorët i kanë marrë tashmë të gjitha provat dhe zonja Balluku nuk ka çfarë prish. Prokurorët konfirmuan që kjo nuk është e vërtetë, sepse prokuria nuk i ka marrë dhe nuk i ka mbledhur në këtë moment që flasim të gjitha provat që janë të domosdoshme për vërtetimin e akuzave ndaj zonjës Balluku. Dhe së fundmi, socialisti refuzoi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë nga këto gjyqëtyra për të arsyetuar se ai nuk përbën rrezik për të prishur provat. Që kërkesa e SPAK të miratohet, duhet të votohet në seancë plenare me mbështetjen e shumicës së thjeshtë të deputetëve.